Dje në ora 11:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 33 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se një ditë më parë rreth orës 21 pas një debati verbal paraprak është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 14 para një ndërtese banimi në lagjën bloku 70, zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar një 56 vjeçar nga Tetova. Ai është kapur para ndërtesës duke prishur rendin dhe qetësinë publike dhe duke u sjellë në mënyrë agresive ndaj banorëve. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas kryerjes së alkool testit është konstatuar se kishte 3.16 promil alkool në gjak. Dje në ora 17:55 e shoqëruar nga nëna e saj, 47 vjeçare, një 16 vjeçare e mitur nga Tetova, ka denoncuar se gjatë pushimit të madh në një shkollë të mesme të Tetovës, pas një debati të shkurtër është sulmuar fizikisht nga një nxënëse tjetër e së njëjtës shkollë, po punohet në dokumentimin dhe zbardhjen e rastit. Dje në ora 15:40 një 36 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 14:30 në ambientet e tij të punës në rrugën 29 nëntori është sulmuar fizikisht nga fëmijë i tij, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 23:30 në rrugën Kiro Ristovski Dërnc në Tetov, zyrtarët policor të stacionit policor kanë privuar nga liria një 32 vjeçar nga Tetova. Ai është denoncuar nga bashkëshortja e tij 30 vjeçare se një ditë më parë rreth orës 18 ka kërcënuar me një mjet të mpret dhe ka tentuar ta dëbojë nga shtëpia. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Sot në mëngjes në ora 6:40 në rrugën Jovan Onqevski, zyrtar policor kanë arrestuar një 44 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak për dhunë në familje. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe gjatë alkool testit janë matur 2.22 promil alkool në gjak. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës.